Shqiptarët kuptuan se lajthitja e Sali Berishës në seancën e fundit të kuvendit nuk ishte një rast i veçuar, por një lajthitje krejt e zakonshme për këtë kryeministër që gjithmonë më shumë po e fut vendin qorsokak, duke kërkuar të tërheq pas vetes Shqipërinë dhe shqiptarët, mundllumin e greminës ku është zhytur vet. Pas lajthitjes Saliut që të gjithë e pam të hënën në parlament, sot ky njeri foli përsëri për lajthi e kumulla, për zana në përmalet mbuluara me të borë, por përsëri nuk tha asnjë fjalë për zgjidhjen e krizës, të cilët shqiptarët e presin me padurim. Partia Socialiste është e shqetësuar për provokimin e përditshëm, që ky kryeministër i zëm peng nga paaftësia dhe korrupsioni, po i bën çdo ditë shqiptarit më të ndershëm. Siç jemi të shqetësuar për katandisjen publike të këtij njeriu që me cilësinë e kryeministrit të votave të vjedhura, po synon të katandisë Shqipërinë dhe shqiptarët si mos më keq. Ndaj sot i bëjmë thirrje që ta kthejmë datën 21 në datën e demonstratës popullore për rikthimin e dinjitetit që kryeministri nikje dhe qeveria rrushe kumulla po në përkëmbin ditë pas dite. 21 janari nuk është dita e demonstratës së socialistëve për pushtetin e tyre, por dita e demonstratës së shqiptarëve për shtetin e të gjithëve.